Hafir Hoxha ka reaguar lidhur me rezultatin dhe qasjen politike të Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke vlerësuar se kjo parti do të kishte bërfish më shumë vota, po të ishte fokusuar në ndërtimin e një alternative serioze politike e jo në sulme të vazhdueshme ndaj lëvizjes vetëvendosje dhe kryeministrit Albin Kurti. Ai thekson se mungesa e energjisë pozitive, kritikat pa argumente dhe gjua përçarëse kanë qenë në kundërshtim me frymën dhe profilin tradicional të votuesve të LDK-s për cilët bota sot. Në reagimin e tij në Facebook, Hoxha nënvizon se politika fitohet me besueshmëri, ide të qarta dhe përgjegjësi politike, duke shtuar se votuesi i LDK-s karakterizohet nga morali, etika, politika dhe ndjenja e drejtësisë, e jo nga përçarja, interesat klanore apo profitimet personale. Në vim, postimi i tij plot, LDK do të kishte sot bërfish më shumë vota, po të ishte më shumë me vetveten dhe me ndërtimin e një alternative serioze politike, se sa me sulme të vazhdueshme ndaj vetëvendosjes dhe Albin Kurti gjatë mandatit të kaluar. Një opozitë e pjekur do të duhej të tregonte energji pozitive, të pranonte suksese reale të qeverisjes, por edhe të kritikonte gabimet konkrete me fakte dhe argumente, jo me akuza populiste emocionale siç ka vepruar LDK-ja 4 vitet e fundit. Kjo sjellje, kjo gjuhë nuk ishte e votuesve standard të LDK-s. Politika nuk fitohet me negativitet të përhershëm, por me besueshmëri, ide të qarta dhe përgjegjësi publike. Votuesi i LDK-s nuk e ka karakterizuar përçarjen e inateve, xhelozin, bajraktarizmin, përfitimet klanore, por të sinqeritetit, të drejtësia, të realitetit, të moralit dhe etika politike.